Të dëtë kuptohet pa njëri tjetrin dhe është zoti mos të mbesemi, po gjithsesi burri është që udhëheq disa gjëra kryesore, ndërsa femra ka punë tjera, çdo gjë e kam për krajin e tij. Kur s'kam pas problem si politikisht, si familje diçka, po një dy mandante në Gjilan, jam me Gjilanit, aty kam qenë edhe në ansambli. Një kontribut nuk kam mujt shumë se politikisht vështirë. Unë ato gjëra nuk kam mujt mi përbi disa gjëra, po që kam hesht. Ka të bënd të lumë të unitën tonë, da? Gjithçka, familja në ratë parë, me kam një mbes, jam pension, falinderit, po. Falinderit. A me konë, shtylla kryesores, për ty kush është familja? Kuptohet bashkëshorti edhe vajzat. 2 vajze i kam. Kemi me e gjatë. Sa mire të bashkëshorti, se shumë i saj grave thonë, gruaja është shtylla kryesore. A më në qëtë shtylla kryesore gruaja në familje? Të dëtë, kuptohet pa njëri tjetrin dhe është zoti mos të mbesemi, po gjithsesi burri është që udhëheq disa gjëra kryesore, ndërsa femra ka punë tjera. Sa ki mbështetjen e bashkëshortit ti, në familjen tonë? Mbështetjen e bashkëshortit? Absolut, për çdo gjë e kam për krajin e tij. Kur s'kam pas problem si politikisht, si familje diçka, kam pas ndonjë vendim me marrën e mbështetjen e tij ne kam pas të parevokueshme. Sa bukur. E përmanë politik, e marrë në politik diçka? Po. S'la ki qenë për figurën, nuk është e njohur këto. Në kërë kam qenë, po një 2 mandante në Gjilan, jam me Gjilanit, aty kam qenë edhe në ansambli një 2 mandate, tash po pushoj, kom lënë pak. Nga politika o nësa? Besoj po. Ka qenë një periudhë në politikën, ke qenë ngarkuar shumë, familjen... Po jo, vajzat ti kam pas të rritura, kam mujtë me ja dalë edhe me politikë, se politika i ka. Ato anë të veta, angazhimet të veta, po gjithsesi ja kam dalë. Në punë kam qenë, edukatore kam punu, nuk kam pas orar gjatë, jam marrë edhe me shtëpi, edhe me punë, edhe me... Besoj i kam rritë e gjitha, tash me plësume. Dimenzionale që nge, sa mirë që ki qenë e përfshirë në disa fusha kështu. E kam qevë gjithë përfshirjen. Për të kësaj, cile ka qenë përshitja ma e madhe që keni marrur prej njerëzve? Sjellja gjithmonë, modestia ndoshta, edhe pse kam qenë politikë, edhe pse në punë, familje kam pas një respekt, se unë nuk e kam pas atë unin kush jam unë, po gjithmonë jam shkëri me njerëz që ka qenë rendi edhe unë kam vepru. Punosh politikanet në funksion politikës tjesh, nuk është s'para gjykuar vendin tonë, bëmi rral, sa e para gjykuar? Absolut. Jo. Ashtu ndonjë fjala tim politik të kështu, po jo, ashtu, nuk e kam familjen një rang, pa lidhje me thonë tullë të ndoshta, po gjithsesi më kanë mbështet. S'kemi qenë shumë politikisht, po unë rastisa me hy edhe. Po që nuk e peshmanë, sigurisht. Absolut, jo. E kam dhënë një kontribut, nuk kam mujtë shumë se politikisht vështirë. Unë ato gjëra nuk kam mujtë mi përbi, disa gjëra, po që kam hesht. Edhe kur kam ndosht me ngrit zërin, nuk ndosht apë thëmë, edhe s'mu ka leju, është fakt. Gjithmonë me qenë drejt, po jam shgënjë. Po në vendime, a mundet një grua në politikë të jetë ajo zëj fuqishëm një gruas, më shumë se një politikan, një burr? Pa tjetër. Kur e din një vendim me vërtet që e merë të duhur, unë e kujtoj që mos m'ju këthy mbrapa, e arrin qëllimin, se ti e din cakun ku jemi, ku dush me mri, ku dush me shku, jo me thënë dikush anash. Unë po du këto, që kjo ka me qenë qështu, edhe me arrit qëllimin, e mrin qëllimin. Cile që e vendimi ma i shtirë që ti si grua ke dhe në politikë një vendim, a mundesh me nga të ndajtë për neve? Pasha besën po, ka qenë puna me nda një shkollë, në staciki me emër, dhe unë kam qenë ajo në komitet që e kam reagu dhe nuk kam dasht, pse me qenë investitori i huji, tu qenë edhe ka pas edhe Gjilanit aty,
Kështu që ngula kam bën e thash, jo me parti nuk po flas, po flas vetëm si person. Unë nuk po du që tu edhe kam mbet një histori që nuk jam pajtu, ajo shkoj, po që e vura kast, që aty mujtam me patjetër, që aty mujtam me ndiku, për ndryshën në ansamble nuk mund është shumicë, është, po. Ama në komitet, aty kur kemi paraprakisht me dalë, aty kur kemi pasë dhe kemi mujt me ndiku. Marko, një mesazh gjitha grave, gjitha vajzave që kam i shobi për jetë, qa u kështë tha një mesazh, një këshillë? Unë gjithmonë një pës vajzat, ku keni mbet, nxënësit e mia, ku jeni, po e kam lënë shkollën në rregull, zanati është zanat, po shkollës mos ju ndaj, bënu vetvetja gjithmonë, për krahe vetën shumë e thjeshtë, mos e lejo dikush me të nënkamz me veprimet e tua. Po gjithmonë je vetvetja, edhe kështu edhe vajzat e mia këtë parim e kanë. Kështu që ju kisha thonë gjithmonë, punoni sa ma shumë. Shijova këtë intervistë, ishte kënaqësi shumë, turoj shëndet ty e shumë të mira në jetë. Faleminderit shumë.